Mbrëma të dashur miq të RTS prej studios së qasjes tridimensionale. Faleminderit që edhe këtë të shtunë keni nda kohën me qenë bashkë me neve, për mua shumë kënaqësi me trajtu një temë që kemi konsideruar se është e dobishme. Në studio jam bashkë me Valentina Leku Gashin, pedagogën dhe psikologën tonë të dashur. Vale, mirë se erdhe. Gana mirë se gjeta, gjithmonë kënaqësi. Gjithashtu sot në studio kemi edhe një çik të re të zonjën shumë ambicioze që është psikologe dhe terapiste gjithashtu, Gzona Hulaj. Gzona, mirë se erdhe. Si u gjeta, faleminderit. Faleminderit që kënda kohën me qenë bashkë me neve. E tema për cilën do të flasim të dashur shikues, thash që është shumë rëndësishme. Ndonjëherë duket që është diçka e thjeshtë, po më besoni që prej saj niset bazamenti i krijimit të personalitetit të njeriut. Do të flasim për rëndësinë e lojës në formimin e një fëmije. Diçka që fatkeqësisht po e neglizhojmë ose po e lëm anash kohëve të fundit. Sot shohim fëmijë me telefon dorë që zhvendosën diku në një qoshe të dhomës. Fëmijë që nuk prind, që nuk e kanë vëmendjen të fëmijët, nuk shohim lodra në mes të salloneve qysh kemi parë dikur, nuk shohim fëmijë me baltë në përlagje qysh kemi parë dikur, e krejt kjo është sinjal që neve nuk jenë të na ecë punë të mirë, sepse fëmija ka nevojë për me e shkarku energjinë përmes lojës, ka nevojë me njoftë botën përmes lojës, e ka nevojë me komuniku me rrethin shoqëror përmes lojës. Gzona, ju si terapiste edhe si psikologe, qysh e shihni ose sa e shihni të rëndësishme lojën, sepse ne mund të flasim prej përvojave personale, nuk jemi profesionist fushës, edhe prej asaj që e kemi pa në praktikë se sa është e rëndësishme loja, po studimeve nuk i kemi hi, kështu që në fakti shumë mirë vetë se e theksove që ndryshimi më i madh që mundemi me vrejt kohët e fundit është kjo që shumë për shohim fëmijë duke organizuar ndoshta lojën për shembull në pjesën teknologjike në telefona, iPad apo pjesën kompjuterike, sesa fëmijë që zhvillojnë loja në formë natyrale. Kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës. Loja mundemi me thonë që është gjuha apo ndërveprimi i parë që fëmija vetë mundet me pas me të rriturin, prindin e vetë edhe vetë me botën këtë rast. Është forma ma natyrale që fëmija mëson edhe zhvillohen komplet, si qovë zhvillimi ti psiqik, të foljore, zhvillimi ti kognitiv, të menduarit, imaginata, komplet zhvillimi ti psiqika në këtë rast, zhvillohet përmes formës ma natyrale që është loja. Çka po ndodh kohëve të fundit është që prindrit normalisht që janë shumë të përkushtuar, po është shumë të përkushtuar, por përkushtohen më shumë, kisha me thonë aspektin që ndoshta me shpenzu më shumë për lodra, duke ble lodra të shtrejta, lodra shumë interesante që janë, po të cilat nuk po e zhvillojnë atë ndërveprimin prind-fëmijë. Për mua si psikologe, kohëve të fundit, më shumë është problematik që prindrit nuk po kushtohen se çfarë loje po e zhvilloj unë me fëmijën tim, sa po don fëmija me lujt unë me të, se me çka po luan fëmija. Nëse fëmija e merr një telefon edhe ulet me lujt 2 orë, 3 orë, pa marrë parasysh sa dhe shkëputet komplet prej asaj në ndërveprimit social, ku po mbet marrëdhënia prind-fëmijë në këtë rast. Do të thonë deri diku një vas na qellu. Vala është fakt që realisht përvoja është, nuk po thëmë shkenca dhe me loreve, që realisht përvoja është baza ku nisë shkenca. Po, patjetër që është. Përvoja është nana dhe mësimit që shofojnë në ndryshe. E kur jemi tek lodrat, na shpesh e kemi thonë, lodrat pavarësisht çfarë janë, çfarë ngjyre kanë, çfarë formash kanë, lodrat janë të parëndësishme. Rëndësinë aty në japin loja që bojnë vetë fëmija. Fëmijët i dhojnë jetë lodrave nëpërmjet lojës, sepse lodrat për ndryshe nuk kanë kuptim. Edhe Gzona tha shumë mirë që prindrit janë të fokusuar mbi lodra sa më të shtrejta. Ato nuk kanë me nxit shumë, ndoshta e nxisin kurreshtjen, po jo mendjen e fëmijëve me mendu shumë. Kështu që sa më të thjeshta lodrat, këta kanë mundu që me mendjen e tyre me shpik diçka, me ndërtu diçka, me bë diçka jo të gatshme. Sa më të ndërlikuar në lodrat ato janë edhe të gatshme me lujt. Kështu që loja është një faktor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës. Na kena telashe, ndoshta edhe fëmijët që nuk kanë asnjë problem psikologjik ose fizik, të fëmijët që nuk dinë me lujt. Edhe Gzona sikur
terapistë kisha dashur pak me nda një përvojë për krejt shikuesit, sepse fatkeqësisht fëmijët që po kanë të lashe, kë numër i këtyre fëmijëve është në rritje. Po jo secili prind e kupton që ky fëmia i tina mund të pasë një problem. Thjesht e rritet, ndoshta e kalon, ndërsa problemi i tij fillon me u thellu. Është shumë e rëndësishme që ata prind që ndoshta kanë pas mundësi me dëgju këtë emision, po nuk e dinë që duhet me trajtu një cilën do problem. A kisha mujt me nda një mesazh. A është shqetësuese fëmijët që nuk luajnë, sepse një fëmijë që luan, ai realisht ka me pas një mundësi më të madhe që me ndërvepru, me mësu, edhe me avancu. Mirë po fëmijët që nuk kanë interes për lojën, çto e kena një të lashe që u kanë shumë rëndësishme që ju me ndani mesazh çka me bë me këta fëmijë. Sepse na jena mësu shpesh me ndëgju nuk do të me bë këto, nuk do të me bë këto, po pak dëgjojmë çka duhet me bën. E me qenë se ju jeni terapistë, edhe psikologë, po edhe terapistë, edhe ju keni ton ditën e ju jeni të angazhuar me fëmijë, adin ka qenë shumë rëndësishme që ju me nda shumë konkretisht çka do të me bë me një fëmijë që nuk luan, që nuk pranon me lujt edhe nuk ka interes për me lujt. E që normalisht krejt fëmijët e dojnë lojën edhe luajnë. Po lidhem te kjo e fundit që tha që të gjithë fëmijët e dojnë lojën, të gjithë fëmijët e dojnë lojën. Nëse na ndalemi edhe diskutojmë për shembull me prindërit që unë po mundohem, po ulem, ndonjëherë na nisemi prej asajna që okay, po e bëjnë këtë formë. Nëse ne dojmë lujt me një fëmijë, qoftë fëmijë me zhvillim tipik që e përmendeve vetë ne duhemi mu ullë në nivelin e fëmijës. Nëse ka vështirë shumë të fëmijë shumë të vështirë, po mendoj në aspektin për mu kyç në lojë, por në momentin që ti nuk hyn në botën e fëmijës tënd, momentin që ti si prind nuk arrin të paktën një orë në ditë mja kushtu fëmijës tënd brenda lojës, formës më natyrale ku fëmia jot zhvillohet, unë e di që prindërit i dojnë fëmijët e tyre, kujdesen për ta, për beshbatjen e tyre, për çdo gjë tjetër, për mësimin, po na ndoshta këtë aspekt e kemi pak ma kulturor, ma shumë ju kushtojnë vëmendje apo mëson, i mësoj shkronjat, e mësoj këto, edhe harrojmë ndonjëherë, ose për shembull po flas për pjesën e parashkollore, kopshtet e ka bë këtë aktivitet, e ka mësuar që të vjesh, ka me knu këtë kong. Pjesa e lojës na duket diçka shumë argëtuese. Në fakt qysh edhe e përmendet ti, është shumë shqetësuese kur një fëmijë nuk din me lujt, edhe kisha me theksu kur nuk luan me prindin e vet. Unë shpesh herë ju thom prindve që nuk të vjen i nati kur thot fëmia po du me lujt me një fëmijë tjetër edhe nuk vjen me lujt me ty. Ajo është ma ndërveprimi ma natyral që fëmia edhe prindi mundën. Është moment shumë intim mes fëmijës edhe prindit loja, do me thonë. Edhe kisha me thonë që kur po flas për aspektin kulturor, po mendoj që na realisht si popull kemi shumë veti të mira, do me thonë e kemi shumë këtë aspektin që fëmia ka me mësu, ka me shku në shkollë, ka me respektu mësusin, mësusen, po shpesh herë harrojmë që fëmia është fëmijë, edhe ai ka mu rrit, ka me mësu, këto procese që kanë marrë gjatë jetës kanë mu zhvillu tek fëmia, po kjo pjesa e lojës ka me bëj diçka shumë natyrale në fëminin e ti. Qysh me lujt na me fëmin? Qysh me lujt na me fëmin, nuk kemi nevojë mi pas që ato lodra që i përmendet ti, sa do që të shtrenjta dhe të mira që munden mu duk. Nuk e bën lodra lojën. Vetë prindi është mjeti ma i mirë, loja ma e mirë e fëmijës. Mundet me qenë i top shumë i thjesht, mundet me qenë kuba tepër thjesht, apo thjesht zhvillimi, eksplorimi mas parti i lojës, zhvillimi simbolikit tëmve, pretendimi që jemi të bo diçka tjetër, jemi të shku një vend tjetër, po e marim telefonin, po e thirim dikon që është ma larg, hajde po e imagjinojmë që jemi komplet në një vend tjetër. Do me thonë, krijohet një lloj marrëdhënie me fëmin që me të vërtet pas një lloj dyshimi po e them që në asnjë moment tjetër nuk mundet mu kriju. Nëse ulesh mja lexuat prallën e ka atë efektin e vet edhe shumë pozitiv. Po asgjë nuk mundet me zhvillu një marrëdhënie prind-fëmijë se sa loja. Nëse shohim fëmijët në për shtëpia brenda janë në telefona, nuk po flas për gjithë, po flasim për rastet më të mëdha, janë në telefona, sa aty po e gjejnë atë lojën, atë ndërveprimin. Kur po delit fëmia jashtë, po luan me shokët dhe shoqet, pse se ata po hyjnë botën e tij, po arrin me dëpërtu të bota e fëmijës. Pse na si prindër në këtë rast nuk po mundemi me dëpërtu qëto? Do të thonë, që tu duhet me fillu ndoshta ai inati që okay, të mundohem pak ma shumë, të shoh dhe unë që ku pe shpreh fëmia jam interesin përmes lojës.
Ndoshta u zgjata pak, po çka kisha desh me cek tjetër si terapiste, është që shpesh herë kur vinë prindërit tek ne, kur çdo lloj pyetje që ja bën janë shumë të gatshëm me u përgjigj. Momentin që i pyes se cila lojë i pëlqen fëmisë më shumë, i pëlqen me lujt me magneta. Okej, çu luan me magneta, ulet edhe ndërtoni diçka. Po e ti kur luan bashkë me të, jo kur ulem unë edhe unë i ndërtoj që aty, ama jo diçka shumë, mandena i don diçka tjetër, po don me lujt vetë. Me thonë, nuk arri me pas qatë bashkëpunimi ndër veprimin që po them prapë është shumë natyral që krijohet përmes lojës. E nëse një fëmijë nuk pranon me lujt, a do me thonë kjo diçka? Nuk do me thonë me patjetër që është një tregus, shpesh herë mundet me qenë që ai fëmijë thjesht nuk ju ka ekspozu loja, nuk është rrit në një lloj ambienti që loja ka qenë diçka del jashtë luj, si që e kemi dëgjuar, hajde del jashtë luj, merre topin luj, bëne këto luj, se ndonjëherë na presim që fëmia duhet me lujt vetë, po luan. A është shqetësuese mundet me qenë momentin kur prindi mundohet tepër shumë me ndërvepru me fëmijën përmes lojës edhe fëmia nuk arrin. Nëse fëmia për shembull rritet, i bën 4-5 vjet, 6 vjet edhe mbet hala në lojën eksploruese, nuk arrin me bën një lojë simbolike, një lojë me role, me pretendu që është dikush tjetër, me pretendu që e ka një kub dhe ai kubi nuk është kub, po është për shembull një aeroplan. Do të thonë, në këtë lloj fazave mundet me shku që me qenë pak ma një tregus, një faktor në këtë rast. Sa më shumë në herë që dëgjon, do më thonë, teoritë ndryshme, studime shkencore, dobishme, loja, jo kjo, qash më shumë bën me kuptu që si popull kemi pas traditë dhe kemi pas realisht dije për me u qasë edhe fëmijëve, edhe me ditë me e bon një zhvillim psikologjik ty në ndështa. Unë kujtohet kur kemi qenë fëmijë, edhe kur jemi të çështja lodrave, natyrisht në kotonë nuk është që kemi pas mundësi me ble lodra, prej atyne kukullave që kemi ditë në i herë misrin me i këput, ato tufat e misrit me i bo kukulla edhe me i bo flokt, e deri te ato kukullat e bukra që dishmi me i ndërtu, ndoshta kjo është gjenerat më e re. Me ato kapakat e shisheve, i pështjellshim me një Qysh ju thonë kësaj që nisin gjylpon, kasnak. Po, jo me kasnak, po patisk. Me patisk, ja vëshim i ftyrën, do më thonë, edhe i vizatojshim kukullat, mande i vendosshim flokt, edhe ndërtojshim bashkë kukla. Krejt kjo realisht ka qenë në favor tonin për me u zhvillu. Në anën tjetër më kujtohet kur e blujshim misrin, që në kom lindë dhe jam rrit në fshat, edhe ndërtojshim andej me boqa, asi shtëpia, kështu, më kujtohet qysh nona ku e ka pas gjithë atë durem në mes të shpis, na me ndërtu ndërtesat larta, sa ploh një ulshu atë. Tash do me thonë të bënë mi kuptu dy sene këto. E para, e gjithë problemin është ta që qëndrën të vetë na prindrit. Sa jemi të gatshëm na me i mbështet fëmijët e tonë. Veç imagjinoje me i pru boqa të misrit, një nanës sot edhe jo pak, po kogja shumë, se ndërtesat të bëjshin shumë të nalta. Kushe bëjkim atë naltën e ka pas bajrakun. Tash para më një nanës për shembull sot mi apru boqat e misrit edhe mi thonë ndërtojnë. Po na prandaj po e qojmë qëton, se nanat janë të fokusume të detajet, të rëndit e shtëpis, të plunat. Edhe plus panarë kur asë edhe kur nuk mërziten për fëmijë. Ose ma pak mësafir për këto nuk po tham kështu në atë aspektin që nuk mërziten, sepse ato sigurisht që mërziten, po ato që ka bën fëmijën më knaq, ata nuk e lejojnë, sepse fëmija para se me fol, fëmija lun, përmes lojës ai e njeh botën, përmes lojës komunikon, përmes lojës njihet me njerëzve, përmes lojës ndërvepron, ndërtohet, avancohet, edhe komunikimi i parë i fëmijës është loja. Mandej fillon gjuha, e nëse një fëmijë nuk lun, ai çu shko me komuniku. As një fëmijë kur është i vogël nuk thot bab, hajde deri me mua, ose mam, hajde deri me mua. Zakonisht thot mam, hajde lujna. Domthon ai atë dashnin për me të pas ty afër është përmes lojës. Pra fëmiu zhvillohet përmes lojës. Që to është dallimi mes gjeneratave tash. Domthon nuk kemi të gatshme nana që lujnë. Në kohën tonë nuk na kanë prit nanat neve me kërku me lujt me to. Po prandaj ka qenë figura e prindit gjithçka për fëmin atë kohë. Gjyshja ka marrën prehen edhe ka filluar me këndu një këngë. Ajo realisht ka qenë një farë lloj komunikimi. Patjetër. Ti ka prek vetullat e ka thënë një fjalë për vetullat. Vetullat si gajtan. Hunën kalemlek, do të thonë i kanë pas do loja
që fëmin e kanë shtit domosdoshmërisht me komuniku. Edhe kanë shpreh dashnin të mistër mes këtyne rimave. Veç të muj i ka pas në shta fëmija. Ose për shembull gjyshet, kryesisht burrat të kanë vendosur në kam, edhe të kanë qu lart e poshtë dhe kanë knu kanë i këngë që për shembull më kujtohet o moj deli arude. Por realisht ti me ta dhe ke mësu diçka dhe jenë di mirë, dhe jenë di si fëmijë i vlerësuar që dikush ka vëmendje të ti. Sot nuk kemi prind të gatshëm që ndajnë kohën për fëmijët e tyre. Ama po harrojmë se sa shpejt ata rriten. Edhe sa shumë mujnë me mësu përmes lojës, e nënën tjetër ne i privojmë prej qasaj. Dhe sidomos nëse kisha mujt me shtu se ti shumë i theksove që knatësia ka qenë që dikush po merret me ty, po ta jep ndoshta atë lloj vëmendje. Kjo thjesht është një tregues shumë i madh që marrëdhënia sociale që krijohet gjatë lojës, ky lloj ndërveprimi ka shumë rëndësi se sa fëmija vetë kur po lun, a nuk po qan, apo qan, a ndoshta është bo pak ma shumë hallakam shtëpia, apo që çdo qoftë. E përmende një detaj shumë të rëndësishme, pjesën e natyrës. Sot kemi shumë pak fëmijë që luajnë jashtë, që kanë kontakt me pjesën dheun, rërën, gjethet, krejt këto ndikojnë qoftë në zhvillimin psikologjik, senzorik, po edhe në zhvillimin e imagjinatës, si shumë mire përmende, para se me fillu fëmija, vetë se me folj, fillon me lujt. Kjo është kontakti i parë që e ka me botën, po që nuk është një kontakt mekanik, që ti ja hap një libër ose ja vendos një kartë përpara dhe kjo është gjetja. Po fëmija është në kontakt me natyrën, po ndërvepron me nanën, me babën e vetë dhe të njëjtën kohë është e njoft botën. Kjo kisha mujt me thonë është qelsi ose hapi i parë drejt një zhvillimit. Nuk mundemi me qujt na në një zhvillim perfekt, ose në një zhvillim duhur, sepse për me rrit një fëmijë nuk ka manual. Edhe nëse ndalemi sot prindërit ndoshta fokusohen shumë, a ka studime, ky studim po thot kështu, çati më ka thonë kështu. Unë mendoj thjesht që marrëdhënia prind-fëmijë, po fekst, është një marrëdhënie që nuk i ti nevojë me hi me lexu shumë. Domethënë loja është diçka që unë vetë jam terapiste e lojës edhe shpesh herë kur ti fillon me lujt me një fëmijë, ndoshta ti e ke në mendje komplet një ide tjetër, edhe thjesht loja rrjedh. Ti bëhesh pjesë e lojës. Edhe shumë shpesh ja u thon prindve edhe këto, kisha dashur me nda me juve se ka prind që arrin me bashkëpunu edhe me pa për një mes, qysh është fuqia e lojës, ja bëj që në momentin që ti fillon me u knaq në lojë, që aty e ke arrit suksesen. Në momentin që ti për një mes fillon me ndi knaqësi prej lojës. Se nëse ti u lesh dhe thua, sa mirë u knaq, kjo adin tash mirë, u kry loja, jo. Ti fillon për një mes me ndi knaqësi. Fillon ai fëmia jo ti brendshëm me u knaq. Edhe terapiste më stomik vale. Personalisht kom shumë qef me i sfidu fëmijët e vegjër kur lujnë. Për shembull, para pak ditëve pata musafir një vajzë 4 vjeçare, edhe po lujmë shah bashkë. Ajo ishte mësuar te shtëpia vet, krejt më alshua dhe fitajke. Edhe unë thash, jo, ka bebe kiç, është mirë, edhe i rrodhi bust, ja nisi edhe aja, s'u mësu, tha më ja prish. Tash do të më ja prish, do të më ditë që nuk bën me fitu gjithë. Kam kanë herë bile burri kështu më bën me isharet në atë kuptimin janë musafir, tash më noti me ju dhon mësim, po kom qef me ngacmu fëmijët edhe me pa qysh po reagojnë, po nënën tjetër edhe me fiks me bo atë matjën që shpëpërjetën humbje. Normalisht. Se në herë na kanë keq mësu edhe neve, për shembull, që ti mundesh, ti e ki mirë, në momentin e parë kur je ballafaqu me dikën që ka kallëzu që si ki mirë, ti e ke përjetu ti. Po, sepse jeta nuk zhvillohet vetëm brenda mureve të shtëpisë edhe brenda rrjetit ngushtë familjar. Gjithë lera duhet me u kallëzu që ka dalë ti edhe hup edhe fiton edhe. Jo, sigurisht që humbja është pjesë e çdo procesi i lojës. Nëse loja ka nëse tash po flasim në një lojë që ka me qenë një farë forme me humbje ose me fitore, në një lojë magaruese diçka, atëherë sigurisht që fëmia duhet mu mësu me përballë edhe me procese që janë ndoshta pak më të dëmshme, me ndjenjen e dëshpërimit, me pa se qysh po reagon. Gjithashtu duhet me pa edhe vetë prindin se qysh po reagon kur po e humb lojën, kur po
del pak ma i dështum edhe jo në një forme i fitum apo se si e ka mendu procesin para prak se si ka me eca jo. Sigurisht që duhet me u sfidu. Unë e them shpesh që nëse ti nuk e sfidon të shpia, mendon që ku shkon kë në kopsh, ku rritet, edhe krejt këto procese ndikojmë. Ne mendojmë që mbesin vetëm aty në lojë, leja se s'ka lidhje humbi lojën, okej. Nisën pas nisë raj ka me qenë një fëmijë që kur është në një debat me një person tjetër, me një shok, me një shoqe, nuk ka me arrit atë debat me që deri në fund, nuk ka me arrit me na gjut gjendjen e tij emocionale, se thjesht nuk është sfidu si qysh vetë se dhe thati, është mësu një farë forme që me mu still ma bot me ta, me qenë bota pak ma e lehtë për ta. Prandaj thash jeta nuk zhvillohet vetëm brenda mureve të shtëpisë dhe brenda rrjetit të ngushtë familjar. Jeta ka më dalë edhe jashtë tyne kornizave që prindja ka caktuar. E vërtetë. Prandaj është rëndësishme që më ballafaqu me secilin. Bili po m'pëlqen shumë, në këtë rast gonja që e ka kundërshtuar ato në lojën e shohut, sepse edhe unë kam pas raste të tilla, që gjithmonë ja ka lëshu dikush, na e thojmë kështu, ja ka lëshu, do të ka la me kishte se po e mun, e momentin e parë kur dikush e ka mujt, ai është bë agresiv, ka qajt, a di pse u mujte. Pra është shumë rëndësishme më përballë sepse në jetë kemi përballë me gjithçka. Edhe kush mëson më mirë se sa prindi, sepse në familje edhe ajo përballja nëse për ty nuk është në favor tonin, nuk është diçka shumë e rëndë. Sepse jenë shpe, ajo përballja jashtë mundet me qenë shumë më e rëndë. Përsa përgatitja në familje është shumë rëndësishme. Po fatkeqësisht të lasha gjithmonë mbetet e prindrit. Pa dashur me gjyku prindrit. Për ato prindë që po plejtojnë me sfidu fëmijët me bona loje me sfidu hec spritaj. Në të gonja. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Po kthehemi prap pas marketingut për me vazhdu bisedën me Gzonën dhe me Ganën për një temë shumë të rëndësishme që mirët a Ganja ma herët ndoshta duket me pak rëndësi, po është faza ma rëndësishme kur ndërtohet një fëmijë e ky fëmijë një ditë bëhet një rritun që prap faza ma rëndësishme ka më mbet pikërisht fëmiria. Sot kena shumë fëmijë që kanë shumë lodra, jo shumë fëmijë, po krejt fëmijët kanë lodra, edhe kanë shumë lodra, ama kena pak fëmijë që prindrit e tyne kalojnë kohë reale me fëmijët e tyne. Pra, fëmija nuk kanë nevojë shumë për lodra, po kanë nevojë me pas prindin përballë, me fol, me dëgju, me vepru, me bisedu, sepse krejt këta fëmijë kur të rriten kanë mi harru që ai ka ble prindi, sepse është një numër shumë i madh i lodrave, ama kur nuk kanë me harru që ky prind ka nejt me ta kur ka qenë i vogël, ky kur ka pas nevojë. Pra kohën me prindin fëmija nuk harron asnjëherë, ama lodrat e harron. E prindët ço bën gabim. Lodra i blejnë, hajde t'i plotësojnë atë qefet i blejnë gjithçka, po kohën që është ma rëndësishmja, kohën e kursen. Sepse fëmijët, sinqerisht, ndoshta me një kimik që to kanë me ditë me bë diçka nëse është bashkë me babin ose me mamin. Me çto kanë bë diçka, hajde vizatojmë, hajde ngjyrosim, pra s'ka rëndësi lodrat, sa ka rëndësi koha me fëmin. E Gzona dashta me të pyet, na e dim që ka edhe prind që luajnë, po a ka ndonjëherë prind që luajnë ose bajnë diçka gabim gjatë lojës, se që është rëndësishme edhe këto me dëgju prindrit? Unë personalisht mendoj që nëse ti vetë se e bën atë mundin tënë si prind me lujt me fëmijën tënë, nuk mundet me pas diçka gabim. Do me thonë, tash na krejt profesionist, edhe vetë profesionist me qenë ti vetë me fëmijën tënë, nuk je profesionist, nuk je psikolog, nuk je edukatore. Shumë e vërtet.
Po, çka kisha dosh me thonë është vetë momentit kur ti hyn lojë, nuk ka rregulla loja, nuk ka rregulla që kështu zhvillohet një lojë e mirë, kështu zhvillohet një lojë e keqe. Thjesht mundohemi mos me qenë ne shumë udhëheqës. Loja është momenti i fëmisë dhe i jani, po i udhëheqën prej fëmisë tu e ndjek na, i rritur, domethënë. Nëse na mundohemi shumë, ajte qa është kjo, qka është kjo, shumë pyetje, ne shumë shpesh edhe gjatë trajnimeve na kanë theksu këto që vetë ne shqiptarë si popull e kemi gjithmonë këto me mësu. Edhe në lojë mundohemi me mësu, qka është kjo, qysh e ka emrin, qysh bën, edhe ai proces duhet me shku në formë natyrale. Na pedim që lopa bën mu, po okej, qëta tha lopa po bën mu. Nuk e ndroj procesin e lojës, e kthejve në një mësim, edhe hupja e rrjedhshmëria. Duhemi mu mundu loja me qenë më e rrjedhshme. Po vetëm që të fillojmë të luajmë pak më shumë. Mu shpesh kur kam prindër të ri, ndodh që adin ashtu të keq kuptohet lojë. Nuk e kom pru për lojë, e kom pru për diçka ma shumë, kur normalisht gjatë procesit vetë se e spjegojmë që çfarë rëndësie ka, ndërkohë kemi harru rëndësinë e saj. Zona po e përmeni një diçka se po frikohem po m'ik, e m'doket që e kom dëgju kështu tekstualisht prej teje. Kemi qenë gjatë ligjëratave, edhe e pa të përmend njëherë që gjatë shoppingu dikon te, e ke dëgju një prind të i thonë shuj, adin të i bërtit shumë fëmis. Edhe mandej kjo reflektonte dhe thoshte me veten, çfarë mundi e kena na me i thonë me mësu fëmin një fjalë me folë. Fëmit që s'mujnë me folë. Sa hjek në jo, sa mundin e keni jo me mësu një fëmi veç një fjalë me e thonë. Ndërkohë që ka prind që s'jalojnë as një fjalë me folë, sepse na sigurisht që kena lloj prind. E kur nuk e harroj çat shembull që e patë të marr, do me thonë dikujt ai duket loja kur gjon, një fjalë kur gjon, sepse ata që për psikologun është avancim, prindrit e dojnë me ka qaj avancim shumë me u pa. Me u duk, ju adin ato që e konsideroni. Shpesh herë mendoj këto që shumë sende që na i marrin për të mirë qena, do me thonë një prind që ndoshta ka me një fëmijë me zhvillim tipik, një fëmijë që flet pa pushim, na e marrin për të mirë qenë, se tash ai është ashtu, është qëllimi dikujt tjetër, është ndoshta ëndra e një prindi tjetër. Thjesht ndonjëherë duhemi mundohet me reflektu se sa ndoshta me fat jemi, që fëmia jonë është aty ku është. Momentin ku e kom thonë, kisha me cek që ndoshta nuk është ajo pjesa sa shumë na mundohemi se është puna jonë që e kemi gjedhë, është detyra e prindit që me u mundu me zhvillu fëmin brenda potencialit ti mas shumëte. Po qka heka i fëmi më ardhë deri të qajo fjallë, për shembull edhe qysh mund është ti me ndikun vetëbesimin e ti, vetëvlerësimin e ti, një moment që te je nervoz për veten tonë, që na krejt mundemi me qenë nervoz, thjesht një formë që ne dojme na u drejtu fëmija janë nesër mbas nesër, duhemi me zgjedhë se qysh na po i drejtohemi fëmijës. Ndonjëherë harrojmë se sa pasqyre e pastër jemi për fëmijën tonë këtë aspekt. Qika jemi fokusu veç të çështja e lojës në mes të prindit edhe fëmijës, po e kemi anashkalu grupin e moshatarëve, që konsideroj që është shumë i rëndësishëm, se realisht ka do fazat e zhvillimit të fëmijës që më e rëndësishme është nështë me lujt me grupin e moshatarëve se me vetë prindin. E fatkeqësisht edhe kjo është një problematik që duket që është në rritje dita ditës, kemi nana që shkojnë, bashkohen me shoqe, pinë kafe, rrinë së bashku, edhe nuk i marrin fëmijët me veti edhe pse i kanë të moshës së njëjtë, se dojnë me nejtë pak më rehat. Në mënyrë direkte i privojnë fëmijët prej qëndrimit në grupin e moshatarëve. Natyrisht që janë kopshtet sot qerdhët ku fëmijët rrinë me njëri tjetrin, kalojnë kopën, megjithatë ambienti i shtëpisë është vendi ideal ku fëmia është dashur me zhvillu loj me grup të moshatarëve. A kemi, domethënë, a konsideron që është diçka që me të vërtetë është shqetësuese edhe kjo? Nëse flasim për dallimin mes lojës edhe fëmijëve në këtë rast, unë e konsideroj që fëmijët po flas momentalisht tek unë çka kom arrit me pa deri sot si psikologe, është që ti kur i shef fëmijët në kopsht ose në për ato kopshtet e lojrave,
fëmijët janë gjithë të lujtë me njëri tjetrin. Po nëse arri me pa prind, normalisht që ka edhe prind që lujnë me fëmijët e tyre. Nuk du me humb atë mi paragjyku një farformë ose me i fix. Po, kisha me thonë që sigurisht që ka rëndësine e vetë që fëmija me hynë loj me bashkëmoshatarët e ti, po jo vetëm me bashkëmoshatarë. Sot për shembull në kopshte i kemi grupë moshat e ndome, po edhe ai sfidimi i një fëmis për shembull 3 vjeçar me kriju një lojë me një 8 vjeçare ka rëndësinë e vet. Do të thonë, shkruaj përmendin në ambientet shtëpisë, ndoshta fëmijë që janë kushëri me njëri tjetrin ose të afërm, çka do qofshin, ajo loja thjesht e ka një interaksion shumë më të madh kur janë dallimet në moshë dhe jo vetëm me bashkëmoshatar, po thjesht kjo është një ndërveprim që fëmija duhet më mundu me pas me se cilin individ, jo vetëm me bashkëmoshatarin ose vetëm me brindin. Thjesht çka deshta une me cek pak ma shumë është që sa rëndësia madhe është kur fëmija vjen dhe thot që hajde po du me lujt me ty edhe jo ama telefonin. Me thonë që kjo është përmendim të një prind kur e ka arrit këto me botë e fëmija vetë e ka bo një punë të mrekullueshme. Pa marrë parasysh që nuk e zhvlerësoj faktin se sa interesant është telefoni për fëmijët, po thjesht ne duhemi me arrit gjithmonë më bë dhe më interesant për fëmijët tanë. Përndryshe gëzona nëse të kanë betur diçka që konsideron që është në rëndësi për njerëzit që e kanë nda kohën me na përcjell. Thjesht çka kisha desh ndoshta me ricek për fund është që pa marrë parasysh krejt që ka mundova me diskutu, në asnjë formë qëllimi nuk është që me i gjyku prindrit, ndoshta me atë bagazhin profesionale dhe përvojën profesionale që e ka me ju ndihmu, me i këshillu. Une muj me ju thonë prindërve vetëm që nëse na e mendojmë një fëmijë të u kthy prej shkollës për shtëpi, a dojmë me mendu një fëmijë që kthehet edhe thotë me ndinu s'po pres me shku te mami dhe babi, kena me lujt, kemi me bo qitana 3 bashk ose me motrën edhe vllahun, apo mendi s'po pres me shku në shtëpi dhe me marr telefonin e me lujt. Me thonë, qito është ajo lloj diferenca që duhet më bo dhe është mendoj krenaria më e madhe një prindi sepse asgjë nuk mundet me zavendësu marrëdhënien sociale dhe krejt ndoshta qito kujtimet që i përmendet edhe ju vetë, janë ato copëza që nuk është loja, nuk është mjeti, po thjesht ajo marrëdhënia që u kriju gjatë çati përjetimi që e kemi pas. Faleminderit juve. Edhe unë s'kam që ashtoj ma shumë këto, vetëm e thonë që mos zgjedhni as kohën, as vendin, as kur gjanë thjesht qëndroni pranë fëmijëve. Kjo kohë kalon, edhe me bindun që krejt prindrit, kanë me thonë, pse s'u kalu kohë pak ma shumë me fëmijët. Sidomos, kur t'i bajnë 2 vjetë, thujmë pse s'risha pak ma shumë, pse s'u knaqësha ma shumë kur kum pas mundësin. E gjithmonë neve na bjen men kur ikën koha. Sa e keni kohën, thjesht kujdesuni, lani krejt gjonat, kujdesuni, kaloni, thjesht shijoni qastin. Edhe shoqërzotit që i keni, dikush është ndron me pas epitetin nan ose bab. Ti e ki, shfrytzoje, jetoje, kënaqo. Kaq. Urojmë të gjithëve që ishit bashkë me neve, luani me fëmijë, ofroni sa më shumë dashni, lejoni me gabuse që ashtu mësohen, mos jashtoni shumë, të mirat materiale nuk janë që i ndërtojnë kujt as që i plotësojnë puzzle-et e shtëpisë, kalojmë së bashku. Të kontribuojmë qaq sa në pleqnin tonë fëmijët me pas qef me nejt me neve, sepse letë është me qenë prind autoritar, e mandej fëmijët tonë duhet me shku të prindi se nuk e kumë pa mati, e nuk e ndjenë që duhet me përqafë. Mirë, Petri.